Egli Tako është larguar përfundimisht nga Big Brother VIP Albania pas një periudhe të gjatë tensioni dhe stresimi emocional. Largimi i saj ka ardhur si rezultat i një gjendje shëndetësore të rënduar, ku ajo nuk ka mundur të vazhdojë garën për çmimin e madh. Ky vendim është bërë publik përmes një zarfi të kuq, i cili është lexuar nga Danja, duke tronditur të gjithë banorët e shtëpisë. Në këto ditë të fundit, Egli kishte treguar shenja të stresit dhe pasigurisë, kryesisht për shkak të marrëdhënies së saj të ndërlikuar me Gjestin. Pavarësisht se ata kaluan shumë kohë së bashku, duke krijuar një lidhje të ngushtë, Egli nuk mundi të merrte nga ai ato ndjenja që kishte nevojë për të qenë e sigurt dhe e qetë emocionalisht. Ky pasiguri ka qenë një prej arsyeve kryesore që e ka çuar atë në një gjendje të rënduar. Marrëdhënia e tyre ka pasur momente ngrohtësie, por gjithashtu ka qenë e mbushur me dyshime dhe pasiguri, pasi Gjesti kur nuk e ka pranuar hapur dashurinë e tij për Eglin. Ky mosmiratim dhe ndjenja e braktisjes kanë kontribuar shumë në gjendjen emocionale të Eglit. Tensionet mes tyre janë shtuar edhe pas mesazhit të dërguar nga Redoni, ish-banori i Big Brother VIP Albania, ku ai shprehte ende ndjenja për Eglin. Ky mesazh ka ngjallur shumë emocionet e Egli dhe e ka bërë atë të dyshojë më shumë në ndjenjat e Gjestit. Ky largim i papritur tregon se dashuria, kur nuk është ndërsjell ose e sinqert, mund të jetë një barë e rëndë për shpirtin. Kur ndjenjat janë të përzira dhe të paqarta, ajo që dua mund të na lëndojë më shumë se sa të na shpëtojë. Dashuria, kur është e pasigurt dhe e dhimbshme, mund të na lërë të ndjehemi të braktisur dhe të humbur. Egli, pas gjithë këtij përjetimi, e ka kuptuar se dashuria, kur nuk është e plotë dhe e ndershme, është ajo që na thyen dhe na lë pa forcë për të vazhduar. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!